Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News, do të flasim mbi atë që po ndodh në aktualitetin politik shqiptar, teksa një marrëveshje mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë është nënshkruar, por në një mënyrë krejt sekrete midis dy vendeve sa i përket pjesës së armatimit të Shqipërisë, duke marrë një kredi prej 302 milion dollarësh. Por pse kjo marrëveshje po mbahet kaq e fshehtë dhe çfarë po kërkon të arrijë Edi Rama në këtë rast? Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar mikun e podcastit ton, zotin Grit Roy nga New Yorku i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zoti Roy, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi. Zoti Roy, në kuvend ka ndodhur një incident i tillë ku deputeti Agron Sheaj shkon në sekretari dhe rrëmben marrëveshjen që do miratohej në parlament mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë sa i përket një kredie prej 302 milion dollarësh, gjë e cila u miratua me urgjencë në aspektin e investimeve ushtarake. Ju si e keni parë këtë gjë që pra e pam të gjithë në kuvend pra? Po shikoni, ka dy faza për analize kjo çështje. Çështja e parë është që marrëveshja është një marrëveshje e shtetit shqiptar me shtetin amerikan. Është një marrëveshje huaje për të ndërtuar, për të marrë hua për çështje ushtarake. Është me sa di unë diku rreth 5% përqindja e huas dhe deri këtu hym në një lloj normaliteti shtetëror. Shtetet e ndryshme bëjnë marrëveshje me aleatët e tyre gjithmonë në çdo rast dhe nuk është e çuditshme. Ajo që pastaj e bën të çuditshme marrëveshjen është mënyra se si po e përdor pushteti për të legjitimuar veten këtë marrëveshje dhe në të njëjtën kohë sjellja jashtëzakonisht jo serioze dhe jo e dinjitetshme e atyre që e quajnë veten opozit ose që përpiqen që të jenë opozita, që në një çdo vend kemi pushtetin që përpiqet me çdo mënyrë që një marrëveshje normale e cila do të shtrihet ndër vite, 300 milion dollarësh nuk është një shumë e madhe që ju jepet atyre dhe me cilën ata mund të bëjnë gjithçka e të tjerë. Pra kemi një qeveri jo serioze që paraqit gjendjen në mënyrë jo serioze dhe paraqit këtë çështje pra në mënyrë jo serioze dhe sillet si pronar i vendit. Nga ana tjetër kemi një opozit që kryen veprime jo të hishme, jo serioze për një opozit, duke bërë gjëra që janë qesharake në çdo parlament të botës, për të krijuar idenë se po bëhet opozit me një çështje e cila nuk është nuk ka mos dakordsi edhe midis palëve, është një çështje e cila i le të gjithë dakord, asnjëri nuk e ka guximin edhe nëse mendojnë që nuk duhet bërë këtë marrëveshje ta ngrej dorën. Por nuk ka transparencë. Po çështja e transparencës është edhe ajo një çështje që do trajtuar me kujdes. Shtetet bëjnë marrëveshje të fshehta për arsye strategjike ose për arsye të sekretit. Mirë po, në shtetin shqiptar nuk ka asnjë lloj rregulli që të mbahet ky lloj rregulli. Pra, shteti shqiptar nuk bën transparencë për asgjë dhe kjo i shtohet listës së mungesës transparencës të gjitha gjërave që ka bërë edhe kjo qeveri edhe qeveritë e mëparshme, mënyrën se si e trajtojnë ato shtetin, trajtojnë shtetin si një objekt personal, si një çështje që i përket atyre dhe me atë ata bëjnë ç'të duan. Kështu që nuk është për të habitur që gjithë kjo histori në vend që të kishte një diskutim serioz nëse duhet transparencë, se cilat janë përfitimet e Shqipërisë, se si do të përdoren këto para që Shqipëria të përfitojë, se si për shembull mund të ishin këto para pjesë e ngritjes së një industrie të brendshme dhe jo dhënies një biznesmeni të tretë i cili nuk dihet nga vjen, ku shkon dhe si i merr këto para. Në vend që të ishte ky diskutimi, bëhet një shashk, një diskutim jo serioz, që është qesharak, dhe mbushen emisionet televizive me propagandë të një deputeti i cili sillet sikur të jetë s'po du të them në gjë tjetër, sikur të jetë një njerëz që ka dalë në shesh dhe ka dalë në pazar dhe po vjedh një domate. Pra
Ky mungesa e seriozitetit është e dukshme. Paria e Tiranës vazhdon ta përdor kontrollin që ka mbi median për të propaganduar, për të hequr vëmendjen nga çështjet e shqiptarëve dhe sigurisht mungesa e asaj që është informimi i popullsisë për atë që i popullit, për atë që janë duke bërë, pse janë duke bërë, për cilat arsye merret kjo, pse i jepet dikujt dhe të tjera. Pra, ka mënyra që të diskutohet publikisht edhe një marrëveshje sekrete nëse ka vullnet që gjërat bëhen në mënyrë transparente. Në këtë rast, apo përpiqet Edi Rama të afrohet më shumë me Donald Trump, me që nuk e arriti me Sazanin dhe Zvërnecin, ku situata i doli nga kontrolli? Shikoni, unë nuk mendoj se Rama ka ndonjë shans që të fitoj pikë të mëdha duke bërë këto lloj manovrash, të cilat janë shumë qesharake për politikën reale ndërkombëtare. Pra, nuk është çështja apo afrohet ai me Edi Ramën apo jo, me Donald Trumpin apo jo. Çështja është që Edi Rama ju ashet këtë shqiptarëve, pra ju ashet mendësisë të cilën ne kemi përqafuar si shqiptar, e cila është një mendësi që beson në prralla jashtëzakonisht fantastike. Pra, e shesin këtë sikur të jetë një fitore e madhe, sikur po afrohen me njerëzit, sikur politika ndërkombëtare funksionon me të shkelur syri, se jepi 200 milion këtej, merri 300 milion andej dhe zgjidhen problemet. Në fakt, asgjë nga këto nuk është e vërtetë. Çdo njeri që merret me këtë punë, çdo profesionist serioz e di që këto lloj cicmicesh mund të funksionojnë brenda Paris Tiranës për të ndarë tenderat e vjedhjes së gjakut shqiptarëve, por nuk funksionojnë në sistemin ndërkombëtar. Pra, i sjellin shumë pak përfitim në sistemin ndërkombëtar ose as pak, dhe vetëm sa e bëjnë që lojtarët e mëdhej të sistemit ndërkombëtar e shohin Shqipërinë dhe qeverinë që i përfaqëson si njerëz cilët nuk arrin dot të jenë serioz dhe i trajtojnë si të tillë dhe e dinë se kush janë, por shqiptarëve ai përpiqet t'u ashes me anë të propagandës së thellë, kontrollit thellë që ka në të gjitha mjetet e propagandës, përpiqet t'u ashes si fitore. Dhe si fitore shitet edhe kur bëhet problem politik, edhe kur dikush merr dhe me vrap ikën, merr marrëveshjen me vrap dhe ikën, pra bëhet pjesë e sistemit të propagandizimit të popullit, duke krijuar një zhurmë të madhe me një diçka që duhet kishte qenë shumë lehtësisht e shpjegueshme. Me këtë marrëveshje midis Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, apo krijon Edi Rama terrenin e duhur për të zhvilluar vitin e ardhshëm samitin Aleancës Atlantikut në Shqipëri dhe për ta sjell Trumpin pra në Shqipëri, ashtu siç ndodhi në Ankara në samitin e fundit, edhe pse NATO në njoftimin e saj nuk e përmendte Tiranën si destinacionin e ardhshëm për të mbajtur samitin e NATO-s, çka ka krijuar pikpyetje në këtë rast. Dhe me këtë marrëveshje, a e ka tejkaluar Edi Rama këtë gjë? Siç e thatë dhe vet, ju e dha vet përgjigjen. Pra, pyetja apo merret Edi Rama të fusi në xhep Donald Trumpin që ta bëj Donald Trumpin që të vinë në Tiranë, është një pyetje e me mendsinë e gabuar. Samiti i NATO-s do të ndodhë në Tiranë nëse merret vendim, nëse ka arsye, dhe ky vendim nuk do të merret as nga Edi Rama, as nga shteti shqiptar, se nuk pyet njeri për shtetin shqiptar. Shteti shqiptar është antar i NATO-s, antar dytësor i NATO, sepse një pjesë të mirë të informacioneve sekrete nuk i kalohet shtetit shqiptar, sepse nuk është i besueshëm. Pra, nuk është çështja që hajde tani të marrim të fusim ndonjë mik ose ndonjë njeri që e njohim, ndonjë shokun ton, presidenti Trump, dhe ta bëjmë samitin e NATO-s në Tiranë. Mirë, po fakti që kjo është mendësia që sundon në Tiranë, që njerëzit presin gjëra të tilla, është njëri nga shqetësimet më të mëdha të kësaj periudhe, sepse njerëzit ende vazhdojnë mendojnë me mendësinë që ju shtjen në kokë Paria e Tiranës. Paria e Tiranës përpiqet që t'i bëj njerëzit të mendojnë se ata janë strumbullari i të gjithë problemeve ndërkombëtare, ndërkohë që asgjë nuk është e vërtetë nga kjo. Është e vërtetë, siç thatë ju, që NATO nuk e lajmëroi që samiti i ardhshëm do të jetë në Tiranë, pra ka shumë ujë, do të rrjedh shumë ujë deri atëherë,
problemet ndërkombëtare janë shumë të thukta, fuqitë e mëdha janë duke u marrë me probleme shumë më të mëdha se sa Shqipëria, por do t'i vi radha një ditë edhe Shqipërisë, dhe kur t'i vi radha Shqipërisë, ajo që nuk thuhet, ajo që fshihet me anë të këtyre cicmicave mediatike, është pikërisht kjo që ne jemi në një pozicion jashtëzakonisht të pavolitshëm, jemi me një shtet cili i ka rënë kallaj, jemi me një qeveri që ka humbur legitimitetin, me një opozitë që nuk frymëzon kënd dhe me një protestë në shesh ku populli kërkon mënyra herë më të qarta dhe herë më të paqarta që të ndryshojë sistemi. Kjo është ajo që mund quhet realiteti. Ky është realiteti me cilin përballemi ne. Të gjitha tjerat pastaj që do të merremi ne me NATO, do të zgjidhim problemet ndërkombëtare, do të bëhemi strumbullari i zgjedhjeve, ato pastaj janë propagandë që vetëm të marrët mund t'i besojnë. Në këtë rast, pikpyetjet për mbajtjen e samitit të NATO-s në Shqipëri kanë të bëjnë me vetë sigurinë që mund të ofrojë Shqipëria, apo lidhen direkt me atë që po ndodh me protestat kundër korrupsionit qeveritar të kryeministrit Edi Rama? Përgjigjja e shkurtër është lidhen me mos seriozitetin e shtetit shqiptar. Askush nuk e sheh shtetin shqiptar si një aktor serioz. Ndaj dhe veprimet dhe vendimet merren në bazë të konjunkturave, pra nëse do të ketë konjunkturë që Shqipëria të jetë antari i radhës ku të ndodh takimi i pjesëtarëve të NATO-s, i antarëve të NATO-s, do të ndodh. Nëse nuk ka konjunkturë, nuk ndodh. Por Shqipëria nuk shihet si një shtet serioz, siç u thash më parë. Shteti shqiptar nuk shihet si një aktor serioz. Sjellja e shtetarëve tanë, atyre që drejtojnë shtetin dhe atyre që janë në opozitë, e bën këtë jashtëzakonisht shumë të qartë, sepse ata sillen sikur të jenë në pazar duke shitur qep dhe jo duke u marrë me çështje serioze të sistemit ndërkombëtar. Kështu që kjo është përgjigja, sido që ta kthejmë dhe sido që ta bëjmë pyetjen, përgjigja e vetme është kjo, që nuk na merr kush seriozisht, nuk i merr njeri këta seriozisht, Parinë e Tiranës e njohin, por merren me të sepse janë përfaqësuesit e shtetit shqiptar dhe për sa kohë që përfaqësojnë shtetin shqiptar me dikë do të merren tuajt, edhe NATO me dikë do të merret, por nuk është kjo një tregues i besueshmërisë as të qeverisë, e aq më pak të Parisë Tiranës në përgjithësi, sepse e din tuajt se kush është Paria e Tiranës dhe se çfarë shtetit kriminalizuar kanë krijuar. Ndërkohë, ajo që po ndodh në Shqipëri me protestat dhe përplasjen me kryeministrin Edi Rama, por edhe aferat korruptive, duket se tashmë ka marrë vëmendjen edhe të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili në një raport shkruante se vërtet protesta nisi për mbrojtjen e mjedisit, por nxori në sipërfaqe atë revolt ndaj korrupsionit qeveritar. Në këtë rast, ju si mendoni, a është piketuar Edi Rama nga Shtetet Bashkuara të Amerikës përmes këtij raporti si lider autokrat, pra me të cilin Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund të kenë shumë punë? Shikoni, sërish, raporti i Departamentit Shtetit thot disa gjëra të cilat janë reale, të cilat Departamenti i Shtetit dhe agjencitë tjera të Shtetit Amerikan i kanë njohur dhe i kanë ditur prej kohësh, kanë shumë më tepër informacion se sa nxirret në atë raport, për këtë të jeni të bindur, sepse derisa i njohim ne shqiptarët gjërat, domethënë mjafton të ulesh një tavolinë gazetarësh dhe të gjithë pislloqet e mundshme të kësaj qeverie në këto vitet e fundit ti tregojnë një me emra, me mbiemra edhe me shifra. Kështu që për sa kohë din shqiptarët nëpër tavolina kafenesh, sigurisht mos keni asnjë lloj dyshimi që e din edhe shërbimet e të tjera. Por çështja e raportit të Departamentit të Shtetit nuk ka asnjë lloj dyshimi dhe ka qenë gjithmonë e njohur se kush është strumbullari i të keqes në Shqipëri. Departamenti i Shtetit dhe gjithë aktorët e huajt e din shumë mirë që Paria e Tiranës është ajo që është strumbullari i të keqes, që e ka çuar vendin në një kriminalizim të tejskajshëm,
që e ka oligarkizuar ekonominë, që mban peng popullin shqiptar me anë të manovrave politike, ku njëri luan rolin e pushtetit, tjetri luan rolin e opozitës dhe pastaj ndajnë tortën. Pra, dhe i ka detyruar shqiptarët që të braktisin vendin e tyre, duke i vënë përpara zgjedhjes ose bëhu pjesë e pislliqeve tona ose largohu. Të gjitha këto janë të njohura, të gjitha këto janë pjesë e dosjeve të mëdha që ka Perëndimi për drejtuesit e shtetit shqiptar. Nuk është mirë me e thënë, është turp që është kështu, po është realiteti kjo dhe ndaj duhet të thënë. Mirë po, për sa kohë që nuk i prishin interesat e tyre, duhet parë me shumë realizëm çështja e aktorëve ndërkombëtar. Aktorët ndërkombëtar pikës pari dhe pikës së dyti dhe pikës së treti deri nga prioriteti i 10 kanë interesat e veta. Ndoshta nga në prioritetin e 11 e sipër mund të shohin që inshallah bëhet mirë Shqipëria. Problemi i cilit do shtet serioz është që të shohin interesat e veta. Dhe nëse shqiptarët pranojnë këtë pocaqillëk, pranojnë këtë lloj qeverisje, pranojnë këta njerëz të cilët jo vetëm i kanë vjedhur gjatë 35 viteve, po tani vazhdojnë t'i vjedhin dhe kanë krijuar një shoqëri sklavëruese, ku shqiptarët janë sklavrit, ata janë sklavopronarët, atëherë të huajt nuk do të pastrojnë nevojtoret e shqiptarëve, ata thjesht do të mbyllin dyert që të mos vijë era keqe jashtë ambientit ku jetojnë shqiptarët. Pra, mos prisni që të vijë një vendim nga Departamenti i Shtetit që të thotë që Edi Rama është mafios dhe duhet hequr. Kjo nuk ndodh, nuk ka për të ndodhur. Ajo që do të ndodh, nëse shqiptarët do të veprojnë ashtu siç duhet, nëse do të rebelohen ndaj skllavërimit të mëtejshëm, nëse do të bëjnë një revolt qytetare kundrejt padrejtësive të gjithë këtyre viteve, kundrejt gjithë Paris Tiranës, për të mos u lënë atyre shkas që të bëjnë një ripërzierje, atëherë mbështetja e ndërkombëtarëve ndryshon. Por ndërkombëtarët presin nëse populli shqiptar ndërgjegjësohet, dhe për të thënë vërtetën, përvoja i mëson që shqiptarët kanë duruar deri më sot dhe ndaj dhe i vën një kapak të madh dhe përpiqen që të mos ketë probleme që dalin jashtë asaj mjedisit ton. Për të tjerat nuk e vret shumë njëri mendjen, se kush i duhet ta vras mendjen për shtëpinë e vet. Pra janë shqiptarët zgjidhja, nuk vjen zgjidhja as nga Departamenti i Shtetit, as nga ambasada, as nga kushto tjetër. Disa ambasada janë armiqësore, ambasada e Shtetit Bashkuara është miqësore ndaj nesh, por nuk kanë për të qenë zgjidhje. Zoti Roy, së fundmi një eurodeputet çek ka bërë një akuzë mjaft të fortë kundrejt kryeministrit Edi Rama, duke thënë se kreu i qeverisë po dërgon para jashtë përmes familjarëve të tij dhe po i fsheh ato në vende të caktuara. Ju sa e besoni deklaratë të tillë dhe sa gjasa ka që Edi Rama të ndërmarrë një lëvizje të tillë dhe apo ndërton skenar të tillë që përveç rënies nga qeveria edhe mund të arratiset nga vendi? Shikoni, nuk duhet sillemi sikur kjo të jetë një çudi e madhe. Sikur kjo nuk ndodh kurrë. Është një deklaratë e fortë ku nuk ka pasur asnjë lloj reagimi zyrtar nga ana e qeverisë. E bën një eurodeputet çek. Dakor, vetëm lërë ta përfundoj ama. Nuk duhet sillemi sikur është një çudi e madhe. Paria e Tiranës këtë metodën e nxjerrjes së parave jashtë e ka të përditshme. Mos harroni që para ca kohësh u vodh një aeroplan që ishte plot me lekë, me miliona euro. Pra, këto çështja e nxjerrjes së parave nuk është aq e çuditshme sa mund t'ju duket njerëzve tani që e kanë në vëmendje dhe që del një deputet çek dhe thot një të vërtet madhe. Pra, është pjesë normale e mënyrës se si funksionon Paria e Tiranës. Pra, unë këtu e kam çështjen. Paria e Tiranës është në këtë mesele, pra hyn në këto punë vetëm me një qëllim, pasurimin e vet, pushtetin e vet, dhe nuk ndalet përpara asgjëje, as përpara skllavërimit të popullit vet, as përpara degenerimit të brezave të ardhshëm, as përpara nxjerrjes së pasurisë kombëtare
në ankant shitësit më të parë dhe as marrjes së parave që kanë përfituar me anë të vjedhjes dhe futjes së tyre në për aviona, në për jahte, me transaksione bankare e të gjitha llojet e mënyrave tjera, me lojtarë të tretë, të katërt, me njerëz që hiqen si biznesmen në kryeqytetet e Evropës, të cilët menaxhojnë paratë e politikanëve, me mënyra jashtëzakonisht shumë të sofistikuara. Këta kur vjen puna tek shteti, ta sillen dhe mendojnë sikur të jenë njerëzit më ignorant të botës. Ama tek paratë e tyre ata janë të sofistikuar deri në shkallën më të hollë, sepse çdo gjë bëhet për paratë e tyre, për fuqinë e tyre, për pushtetin e tyre dhe për sundimin e tyre ndaj shqiptarëve. Pra, aty ku ata janë të interesuar, mos keni asnjë lloj dyshimi që bëhet. Tani dalim ke përgjigja drejt për drejt e një akuzë të ngritur nga një politikan çek. Nuk habitem, ka edhe fakte të tjera që e vërtetojnë që kryeministri ka nxjerr para, ka edhe fakte të tjera që vërtetojnë që pjesëtarë të tjerë të Parisë Tiranës, edhe kryetari i opozitës ka nxjerr para, edhe një ish kryetar tjetër i parlamentit dhe ish president ka nxjerr para, që është në burg sot, edhe ish kryetari i Bashkisë Tiranës, edhe ai ka nxjerr para, i ka nxjerr në forma të ndryshme, me shitblerje etj. Pra nuk është për të habitur dhe akuza është një akuzë që qëndron dhe askush nuk i përgjigj. Për sa kohë që nuk i përgjigjet kush, njerëzit duhet nxjerrin përfundimin e vetëm të mundshëm që është që nuk ka përgjigje kundrejt saj. Kush nuk përgjigjet tregon që ka heshtja është vërtetim, është një shprehje e vjetër. Pra, ka një heshtje nga Paria e Tiranës, nuk merret njeri me këtë, duan ta lënë që të vdes si lajm në traditën e famshëm, traditë që i ka kaluar dhe përtek këtyre guximit të disa gazetarëve si puna juaj, të cilët e mbajnë në vëmendje, kjo nuk ka për të përbërë më lajm. Është e qartë që megjithatë, kjo duhet përbëj lajm, kjo duhet të jetë një nga ato shenjat që shqiptarët duhet të shohin se si dora e zezë e Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit me ndërmjet Sparinë e Tiranës po shkon thellë e më thellë në xhepat e tyre, po do të mbërri tek pronat që ata mendojnë që kanë, do të mbërri tek siguria jetike që ata mendojnë që kanë, siguria e jetës, do të mbërri ke bizneset e tyre, do të mbërri ke fëmijët e tyre, që ndoshta e kanë nga një vend pune aty e këtej. Pra, dora e zezë po shkon thellë e më thellë në atë që kanë vënë shqiptarët deri më sot dhe kjo është pasojë e skllavërimit, domethënë, kjo është pasojë e trajtimit të popullit si sklever, ndërkohë që vazhdon të shfrytëzosh e ti trajtosh si sklever, bën edhe zhurmë mediatike dhe thua që ja ku është liria, ne kemi zhurmë, ne kemi debat, ne kemi gjithçka, ndërkohë që asgjë nga këto nuk është e vërtetë. Zoti Roj, në këtë rast si mendoni çfarë po përgatitet Edi Rama? Ka një skenar për t'u arratisur nga vendi me që protestat janë konsistente dhe qytetarët po qëndrojnë në bulevard dhe nga ana tjetër ndërkombëtarët po ashtu kanë atë qasjen e tyre kundrejt Edi Ramës, të cilit i ka rënë imazhin në botë, duhet thonë. Dhe nga ana tjetër mund të ketë një lëvizje të spagut që mund ta detyrojë në këto drejtim Edi Ramën për të ikur jashtë vendit. Edi Rama mendon vetëm për një person në jetën e vet, i cili është vetvetja. Pra, duke qenë që nuk mendon për asgjë tjetër, nuk ka dëmshuri për asgjë tjetër përveç se vetvetes, të jeni të sigurt që Edi Rama është një nga politikanët më finok, më të zgjuar dhe më të aftë për të bërë poshtërsira në politikën shqiptare gjatë këtyre 35-6 viteve, pra i duhet njohur kjo lloj aftësie e thellë dhe të jeni të bindur që është duke i eksploruar të gjitha rrugët e mundshme. Mirë po ka një problem të madh në këtë ikjen Edi Rama që deri më tani unë besoj që ai e kupton këtë punë, ai nuk e ka problemin thjesht në politikën. Edi Rama është peng i gjithë atyre gjërave që ka marrë përsipër dhe që ka bërë gjatë gjithë këtij 25 vjeçari, se ka qenë edhe 10 vjet kryetar bashkie, njerëzit bëjnë sikur harrojnë. Pra 25 vjet në pushtet, të gjithë veprimet e tij, ai është peng i Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit, është peng i oligarkisë, është peng i grupeve kriminale,
mos harroni që Shqipëria, që zgjidhjet për ne, në qoftë se nuk mbahet gjallë protesta, në qoftë se nuk bëhet një ndryshim sistemi rrënjësor, atëherë zgjidhjet për ne janë shumë të zvogluara tani më. Nuk ka më zgjidhje që hajde të merremi me diskutime, cila është zgjidhja më e mirë, po jo ti e ke çik më mirë, unë e kam çik më keq. Zgjidhja tjetër është lufta civile, në një shoqëri të grimcuar ku urrejtja po mbërrin kulme shumë të mëdha, dhe në një situatë të tillë, askush nuk ka më garanci. Mund të jepet një garanci sot, po mbas 2 ditësh garancitë në Shqipëri nuk kanë asnjë lloj vlere, sepse kur jep peng dhe kur janë në lojë miliona dollar të mëdhej, sidomos me grupet e krimit që ekzistojnë në Shqipëri sot, që bashkëqeverisin sot me gjitha llojet e qeverive, e kanë më kollaj ata se të dëmtojnë fizikisht se sa shteti të mbrojë. Le ta themi në këtë lloj mënyre. Pra, askush nuk ka siguri sot në shtetin shqiptar, sidomos këta që kanë bërë pislëqe me vlera të jashtëzakonshme, si çështja e Arubës e të tjera. Pra, nuk të mbron kush nga pengu ku e ke vendosur veten me veprimet e tua. Ky është njëri nga problemet e tij, por sigurisht që ai është duke eksploruar të gjitha llojet e formave. Gjëja më e madhe që kërkon ai është që të rrinë pushtet. Edi Rama mendon që është njeriu i vetëm që mund të rrinë pushtet, është njeriu i vetëm cilit i përket pushteti, duke qenë narcisist i shkallës sipërore, dhe si narcisist ai mendon që në fundit do t'ia dalë sepse kaq meritojnë këta, sepse kaq din njerëzit, mirë po unë mendoj që shqiptarëve tani ju ka ardhur majt hundës dhe legitimiteti i tij ka rënë, pra ai nuk mund vazhdojë më të jetë pushtet. Edhe këtë e ka kuptuar, thjesht tani janë duke u bërë negociatat për atë që do të vi pas tij. Kur do të vi kjo pas tij, kjo pastaj varet nga shqiptarët, sepse legitimiteti politik ka rënë, tani duhet që shqiptarët vazhdojnë protestat, ti përshkallëzojnë ato, ngadal ti bjerrin edhe legitimitetin të gjithë hallkave të shtetit dhe gjithë hallkave të kësaj sipërmarrje të madhe kriminale juar këta, të padron të cilës nuk janë as vetë, është sindikata ndërkombëtare e krimit, janë thjesht ndërmjetësit e pasur të kësaj gjëje, dhe si ndërmjetës të pasur këta gjenden mirë tani, por e dinë që nuk ju beson më njeri. Nëse shqiptarët arrin t'ja bjerrin këtë lloj legitimiteti të gjithë hallkave një nga një sistematikisht, atëherë kemi shanse për një fillim të ri. Nëse kjo nuk ndodh dhe nëse fiton edhe një herë tjetër këtë herë Paria e Tiranës, atëherë jeni të sigurt që ajo që do të ndodhi është një luftë sektare, civile, midis grupimeve të cilat e urrejnë njëri tjetrin me bazë fetare më së shumti, por edhe me bazë ndarje veri-jug, edhe me bazë ndarje klasore, e me bazë ndarje familjare, etnike, e të gjitha llojeve të ndryshme. Janë 7 ose 8 kategori të grimcimit të tmerrshëm që ka promovuar dhe ka vënë në zbatim Paria e Tiranës, të cilat do të dalin në sipërfaqe vetëm nëse nuk ka zgjedhje të tjera për të ndarë tortën. Dhe unë mendoj që zgjedhje të tjera në këtë pikë nuk kam më. Ndaj dhe mendoj që këto janë rrugët. Ose do të fitoj protesta e ligjshme e shqiptarëve dhe do të ndryshoj sistemi, ose po shkojmë drejt një lufte civile. Zoti Roj, ju disa ditë më parë ishit në Shqipëri dhe morët pjesë në protest ku mbajtët dhe një fjalim në bulevard. Në këtë rast, ju si e keni parë protestën, çfarë do duhet ndryshojë, cila duhet të jetë strategjia e saj, dhe a mendoni se një pikë takimi mes protestës, faktorin ndërkombëtar, por edhe spakut mund të çojë tek çmontimi i Parisë së Tiranës? Po, shikoni, siç e thatë dhe ju në fillim, unë jam pedagog i shkencave politike dhe me këtë punë jam marrë prej shumë vitesh, dhe ndryshe nga shumë të tjerë, në studimet e mia jam marrë edhe me shtetin shqiptar dhe me shqiptarët, ashtu si edhe disa kolegë të tjerë. Pra, kjo është një pjesë e asaj që unë kam hulumtuar dhe studiuar për shumë kohësh, gjë që mund ta shihni edhe tek libri Paria rrethit ferrit. Kështu që për mua kjo është pjesë e të qenit një profesionist i mirë, por mbi të gjitha edhe të qenit një shqiptar i mirë. Pra, detyra ime, siç e shohun veten, si njeri që ka informacion
dhe që di ta sintetizoj këtë informacion është që të informoj shqiptarët prej nga këtu ku ndodhem ose prej kudo tjetër që unë ndodhem, se unë vinë në Shqipëri vazhdimisht, që të informoj shqiptarët mbi atë çfarë po ndodh, mbi të vërtetën që shkon përtej asaj që thon mediat dhe për t'i kërkuar njerëzve që të bëjnë gjën e duhur jo për mua, po për veten e tyre. Pra ky është thelbi dhe ky është kyçi. Unë mendoj që sot jemi përpara një pike kyçe në historinë e tranzicionit, të zgjatur shqiptar. Unë mendoj që sot është e qartë, njerëzit mund të mos dinë të artikulojnë, po e kanë ndjesinë e thellë se kush është përfaqësues i të keqes dhe kush është përfaqësues i të mirës. Pra, të gjithë shqiptarët me përjashtime shumë të vogla, patronazhistëve dhe atyre që ja kanë shitur shpirtin djallit, e kuptojnë që Paria e Tiranës me Edi Ramën krye, po me gjithë të tjerët mbrapa, si shpur e bindur e tij që janë, edhe këta me demek opozitës, të gjithë janë përfaqësues të keqes, të ligës dhe të errësirës. Ndërkohë që shqiptarët, kudo që i hedh, kudo që kanë dalë, si gjysma e kombit shqiptar janë diasporë, kudo që i hedh, në për vende të ndryshme ku lejohen që të bëjnë atë që duhet, ku lejohen të edukohen dhe të tjerë, shqiptarët ecin përpara. Shqiptarët bëjnë më të mirën, shqiptarët bëhen pjesë e zgjidhjeve, shqiptarët kanë ndërtuar historikisht shtete në të gjithë botën. Pra, problemi nuk janë shqiptarët, problemi është Paria e Tiranës dhe mënyra se si ajo e trajton pushtetin dhe si ajo e ka drejtuar këtë vend, thjesht për të gjetur mundësinë që këta që dolën nga ai regjimi i vjetër dhe që e pan veten që s'kishin 2 lekë në xhep të bëhen la nouvelle bourgeoisie, siç thuhet frëngjisht, ose borgjezia e re, dhe mendojnë se tani kanë bërë ca para, kanë ardhur në një pikë kontrollojnë çdo lloj mekanizmi me anë të bizantinizmave të tyre dhe mendojnë se janë bërë borgjezia e re, por në fakt sa më shumë kalon koha, aq më shumë e shohin që dhe të huajt dhe ata që janë realisht borgjezia e madhe në këtë sistem kapitalist botror, i sheh këta si njerëz të cilët duhen kur takohen duhen mbyllur hundët me nga një kapse rrobash. Dhe pra, edhe pse janë bërë pasanik, edhe pse kanë vënë shumë pasuri, edhe pse mendojnë se i kanë futur shqiptarëve të dyja këmbët në një këpucë, nuk e kanë zgjidhur problemin që kanë me veten e tyre, dhe duke mos e pas zgjidhur këtë problem që kanë me veten e tyre, poshtërsia e tyre nuk ka fund dhe nuk ka limit. Zoti Roj, së fundmi Edi Rama ju shpërndau deputetëve të Partisë Socialiste nga një dokument të titulluar Besa. Në këtë rast, a mund t'i zgjedh Besë Edi Ramës në gjithçka që ka bërë në 13 vite? Shikoni se Edi Rama ka një histori që e ka shkruar dhe vetë dikur shumë të larmishme, me meshkuj dhe me femra, ndoshta Besa ka qenë një nga shoqet e tij të vjetra, nuk e di se si funksionon ajo punë, sepse ai, siç thash, historinë ka pasur fort të larmishme nga të gjitha llojet e eksperiencave. Por është një përpjekje qesharake, unë do ta shihja në një përgjigje serioze. Edi Rama i përgjigjet argumentit tim dhe të kolegëve të mi që i themi që këtu ku ka ardhur puna me këto lloj sjelljesh të Parisë së Tiranës, ka një grimcim të skajshëm dhe po shkojmë drejt luftës civile, gjë që ai e di, se nuk është budalla. As ai, as Sali Berisha, as ata që janë burg, asnjëri prej tyre nuk janë budallë, ata e kanë ditur boll mirë se ç'kan bërë, edhe ata që luajnë fijet nga mbrapa perdes, edhe ata e dinë mirë se ç'kan bërë, janë fort të ndërgjegjshëm. Pra, kjo çështja e Besës, për t'ju kthyer pyetjes tuaj të drejtë për drejtë, është një tallje e madhe me shqiptarët, është një tentativë për të thënë që jo se prit se unë e dua veriun, ndërkohë që vetëm një statistikë që nxori një profesor, një miku im, drejtues policie ka 55 nga Tepelena dhe asnjë nga Shkodra, që është një rastësi që ndodh shpesh e më shpesh këto kohë. Pra, ndasitë të cilat këta i kanë kultivuar, nuk kanë ndasi reale në popullin shqiptar, se shqiptarët merren vesh me njëri tjetrin. Këta i kanë kultivuar. Këta ju kanë thënë shqiptarëve që shiko, ka shqiptar
nga jugu, cilët janë të mirë për të qenë në krye të shtetit, dhe ka shqiptar nga veriu që janë malok dhe nuk bëjnë për këtë punë, se nuk dinë të flasin. Dhe halli i tyre nuk janë shqiptar të veriut, sepse ata i kanë darë në fetë ndryshme, luftë fetare, luftë klanesh, gjaksira, e të tjera, por problemi i tyre është që Kosova, në Kosovë ka një nënshtres shumë të madhe kombëtarizmi shqiptar, dhe unë kam shprehur që nga libri im që Kosova është për ditë më shumë djepi ose themi boshti i shqiptarisë, ka lëvizur nga Tirana dhe ka shkuar drejt Prishtinë Shkupit, Prishtinë Tetovës, quheni Sidoni. Pra, këta kanë frikë nga Kosova, prandaj i kundërvihen veriut, këta kanë frikë nga bashkimi i shqiptarëve, prandaj fusin agjenda fetare dhe sektare në mes. Këta kanë frikë nga reagimi i shqiptarëve, prandaj shesin Shqipërinë copa, këta kanë frikë nga reagimi i shqiptarëve, prandaj dhe këta sillen në mënyrë si sillen, si njerëzit më të pabesë mundshëm. Kur këta lloj njerëzish, të cilët kanë 36 vjet që kanë sklavuar shqiptarët, flasin për besë edhe për mekanizma shekullor të shqiptarëve që kërkojnë besim, e vetmja gjë që mund të bëjmë është t'ju qeshim në fytyrë dhe t'ju themi po, shumë shaka e bukur, po provoj një herë tjetër se nuk të ecën kjo. Nuk ecën këtë herë kungullin ujë. Këtë herë shqiptarët duhet të shprehin haptasi revoltën e tyre qytetarët, ketë një rebelim qytetar ndaj skllavërimit, sepse le ta themi haptazi dhe shkoqur. Ky është shansi i fundit për këtë brez të rinisë shqiptare, sepse nëse ky shans humbet, për disa breza shqiptarët do të duhet të jetojnë si sklever dhe do të ketë procese të lahtarshme të zëvendësimit të shqiptarëve, procese të lahtarshme të skllavërimit të mëtejshëm, të asaj dorë zezë që thash, e cila do hyj thellë më thellë dhe nuk do të kenë më mundësi të reagojnë. Pra, ndaj them që ky është shansi i fundit. Duke qenë të shansi i fundit, cila është mënyra, instrumenti dhe strategjia për të arrëzuar një herë mirë Edi Ramën, duke qenë se ai nuk po shkulet nga kryeministria? Pavarësisht se unë u bën disa kohë edhe në proteste, thash, dhe në gjitha shkrimet dhe videot e mia e them këtë vazhdimisht, të gjithë njerëzit nuk arrin të dalin dot për te faktit që të rrëzojmë Edi Ramën. Rrëzimi i Edi Ramës në vetvete është një fitore e vogël. Hiqet një njeri që është bërë i urryeshëm për njerëzit, por nuk ndryshon gjendja tërësore, në qoftë se paria e Tiranës e zëvendëson Edi Ramën me një tjetër nga legendat e shumt të cilët i kanë shërbyer atij deri më sot dhe që sot kanë filluar të dalin kundër. Pra, shqiptarët duhet ta kuptojnë këtë, që nëse nuk rrëzohet sistemi, kanë bërë një vërr në ujë, thonë nga jugu i Shqipërisë. Pra, me heqjen e Edi Ramës dhe që Edi Rama të mbaj privilegje, të mbaj pasuritë, shkoj të bëhet piktor në Pigalle, sa atje ka qefin ai, bëhet piktor dhe bëhet sikur është pjesëtar i bërgjëzisë ndërkombëtare, duke shitur piktura që ja blejnë këta biznesmenët kriminal tanët që kemi ne. Kjo nuk është zgjidhje. Zgjidhja për shqiptarët është që jo vetëm të bjerë Edi Rama, po të ndryshoj sistemi dhe të gjithë ata që i kanë futur duart në xhepat e shqiptarëve që po vazhdojnë të fusin që do t'ju marrin më keq. Të gjithë ata që kanë shkelur mbi gjak shqiptarësh, të gjithë ata që kanë shqiptarizuar vendin, të gjithë ata që kanë rrënuar ekonominë, arsimin, gjitha llojet e sistemeve të shtetit, të gjithë ata që shqiptarët sot e kësaj dite i shohin si sklever, të ndëshkohen. Jo të ndëshkohen fizikisht, dhe nuk ka nevojë për sadizëm, por të ndëshkohen nga pikpamja e rikthimit, e marrjes të gjithë pasurive të tyre, që mos gëzojnë pasuritë e vjedhura, që i kanë marrë bukën djemve dhe vajzave shqiptar që i kanë dëgdisur jashtë Shqipërie. Pra, vetmja zgjidhje është kjo zgjidhje, që të mos t'i gëzojnë këta atë pasurinë e paligjshme, atë pasurinë e vjedhur që kanë vënë, dhe të krijohet një sistem i ri, ku po ne shqiptarët, se nuk do të ndryshojë Shqipëria, nuk do të jetë Shqipëri e re, kjo është Shqipëria. Po ne shqiptarët të sillemi ndryshe. Po ne shqiptarët me njëri tjetrin të mos jemi më ujq, po të jemi ta shohim njëri tjetrin si vëllezër. Po ne shqiptarët të bëjmë një shtet komb normal, siç e kanë bërë shtetet e tjera. More ka bërë Slovenia, po aq i vogël sa ne është. Sigurisht me ndikime të tjera, me mbështetje të tjera, po është e
realizueshme. Ndaj dhe zgjidhja për ne është pikërisht kjo. Përndryshe, nëse nuk shkojmë drejt shtetkombit tani, ajo që na pret, se shikoni njerëzit thonë që u tha kjo punë dhe do ndodhi nesër. Nuk ka nevojë të ndodhi nesër kjo rrëshqitja në luftë civile, mund të ndodhi mbas një muaji, mund të ndodhi mbas 2 vjetësh. Por rruga është e pandalshme. Nuk ka rrugë tjetër, nuk ka zgjidhje tjetër, legitimiteti i qeverisë ka rënë, legitimiteti i Parisë ka rënë dhe ata nuk kanë më zgjidhje dhe ata vetë e dinë që nuk kanë më zgjidhje dhe janë tani duke u përpjekur të gjejnë zgjidhje andej këtej pa sukses, nuk kanë për të pasur sukses, ndaj dhe dy janë zgjedhjet, shtetkombi ose lufta civile që është një proces jashtëzakonisht i tmerrshëm dhe i padëshirueshëm për gjithë ata që i thon vetes shqiptar. Zoti Roy, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit ju, kënaqësi. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.